Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar ashpër ndaj një stërvitje ushtarake të zhvilluar nga Serbia në një zonë të banuar me shqiptarët në jug të vendit, duke e cilësuar atë si një shfaqje të rrezikshme agresioni. Duke folur në një mbledhje të kabinetit në Prishtinë, Kurti u shpreh se është thellësisht i shqetësuar për këtë demonstrim ushtarak, i cili sipas tij përfshin helikopter dhe parashutist të vendosur pranë zonës së banuar në Bujanovsk, shumë afër kufirit me Kosovën. Ai theksoi se aktiviteti ishte zhvilluar pranë shtëpive, shkollave dhe qendrave shëndetësore, duke konsideruar si provokim të panevojshëm. Kurti shtoi se stërvitjet u zhvilluan nga një njësi e brigadës së 63 të parashutistëve të Serbisë, duke përmendur edhe përdorimin e helikopterëve në zbarkime me parashuta pranë vijës kufitare të Karacevës. Ai e lidh këtë situatë edhe me zhvillimet të mëparshme, duke përmendur sulmin në Bajnsk, ku mbeti vrarë rreshtëri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Megjithatë, KFOR ka deklaruar si ishte njoftuar paraprakisht nga autoritetet në Beograd për zhvillimin e këtyre stërvitjeve në fshatin Mohovc, edhe se ato ishin të planifikuara. Sipas KFOR-it, aktiviteti nuk përbën rrezik për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Zhvillimet e fundit tregojnë për një rritje të tensioneve në zonat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa deklaratat e kundërta të palëve reflektojnë klimën e brisht të sigurisë dhe mungesën e besimit mes dy vendeve.